Antari Komisioni Qendror të Zgjedhjeve nga Lëvizja Vetëvendosja Alban Krasniqi është me ne për diskutuar lidhur me zhvillimet e sotme dhe vendimarrjen brenda KQZ-s për organizimin e procesit të zgjedhjeve fillimisht me diasporën. Alban, mirë se ke ardhur dhe faleminderit që je sot me ne. Mirë se u gjeta përsëri. Faleminderit shumë. Alban, sot në orët e pasdites KQZ-ja miratoi sloganin e këtyre zgjedhjeve, por pati shumë polemika dhe përplasje mes anëtarëve të KQZ-s për qendrat e votimit në diasporë. Pse, cili është qëndrimi i Lëvizjes Vetëvendosje dhe pse u diskutua shumë kjo çështje e këtyre qendra votimit dhe mënyra si u vendos? Po, për të diskutuar për këtë fillimisht duhet të nisëm nga principet që i ka, parimet që i ka Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila njet të drejtën e votës secili qytetar të Republikës së Kosovës, pastaj ligji për zgjedhjet përcakton gjithashtu të drejtën e qytetarëve të Republikës Kosovës që jetojnë jashtë vendit, që të mund të votojnë në dy mënyra, në mënyrë fizike, në përfaqësitë diplomatike dhe hapësirat që ambasadat përmes Ministrisë Punëve të Jashtme i përcaktojnë si qendra votimi për ditën e zgjedhjeve që bëhen jashtë me 27 në këtë rast dhjetor, dhe gjithashtu edhe përmes votimit përmes postës. Pra bazuar në këto dy mënyra të votimit, ne sot e kemi marrë edhe këtë vendim, i cili është vendim për cilin unë do t'i uroja realisht të gjithë bashkëdhetarët, sepse është një fitore e madhe besoj për ta, një drejt e tyre e cila herën e kaluar ju ishte mohuar duke kufizuar numrin e qendrave të votimit jashtë vendit dhe duke kufizuar edhe numrin e personave që mund të votonin, i cili aso kohë ishte vetëm 20.000. Kurse tash kur flasim, ky numër i bie që është rritur në 75.000 dikun. Po, dhe pse atko kishte kufizime të tilla dhe sot pati një vendimarrje ndryshe, si sqarohet kjo? Po sqarohet bazuar edhe ndoshta në reflektimin e disa prej anëtarëve, sepse ka ndryshuar kompozicioni i anëtarëve brenda KQZ-s, pra kemi pas zgjedhje në atë kohë zgjedhje të reja dhe një kompozim të ri të anëtarëve të KQZ-s, po gjithashtu KQZ-ja është institucion që duhet të mësojë nga praktikat. Ti marr parasysh praktikat dhe standardet të cilat mundsojnë përfshirjen më të madhe të qytetarëve në procesin e zgjedhjeve. Dhe bazuar besoj në këto praktika, ne kemi marrë sot një vendim të drejtë dhe është një etapë e re, një fillim i ri, i cili mundson që gradualisht votimin përmes postës ta bartim tek votimi fizik në hapësirat që përcaktohen si qendra votimi jashtë vendit. Po, megjithatë ky votimi tani në për këto përfaqësi diplomatike dhe këto hapësirat është i bazuar në ligj, sepse pati diskutime nëse ishte ligjshme kjo çështje, ka një anë aty te ligji për zgjedhjet që përcakton ku duhet bëhet votimi. Ka janë të kaluar ligjet, a janë shkelur ligjet ajo? Asnjë gjë nuk ka dallim prej mënyrës që ne e kemi të përcaktuar për sa i përket themi themelimit të qendrave të votimit në Republikën e Kosovës. Ne nuk themi që qendrat e votimit i përcaktojmë në shkolla vetëm, po i përcaktojmë edhe në objekte të ndryshme private derisa kemi organizuar edhe në kontejner. Dhe kjo nuk ishte problem, sepse është aspekt operacional. Për ne është me rëndësi ato hapësira që përfaqësitë diplomatike përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme i kanë përcaktuar, nëse të njëjtat i plotësojnë kriteret teknike dhe infrastrukturore për të mund të organizojmë këto zgjedhje, gjithashtu edhe nëse janë marrë lejet e adekuate nga themi institucionet e vendeve ku këto përfaqësi hapen, apo këto qendra votimi hapen. Po, ndërkohë Albana është hapur procesi i aplikimit, sepse është thënë që pas mbledhjes së KQZ do të jetë i hapur aplikimi i regjistrimit të diasporës, cilat janë procedurat. Unë shfrytëzoj rastin, do të se jam fajtori i kësaj pune, po përfaqësoj natyrisht KQZ-n gjithashtu dhe tu kërkoj falje të gjithë mërgjimtarëve të cilët sot kanë pritur me orë të tëra që të mund të regjistrohen dhe fatmirësisht tashmë ndoshta edhe derisa flasim po uroj që platforma të vëhet në shërbim të qytetarëve që jetojnë jashtë vendit në mënyrë që ata të mund të regjistrohen për të votuar fizikisht në përfaqësitë e tyre, në qendrat e tyre të votimit tash të shndruar edhe përfaqësi dhe hapësira tjera, por edhe përmes postës. Po, dhe a do të ketë KQZ-ja mjaftueshëm kampanja informuese
informuese për të informuar po në mënyrën se si bëhet edhe aplikimi edhe procesi i votimit, pastaj sepse ka pasur shumë shpesh pashartësi, apo jo? Natyrisht, me të drejtë e thuani këtë vrejtje, ne jemi duke mësuar gradualisht prej gabimeve tona, besoj që duhet mësojmë sa më shpejt në mënyrë që gabimet i kthejmë në veprime konkrete, dhe një prej tyre është edhe informimi. Ne sot sapo miratuam edhe në Këshillin për informim publik, i cili si këshill i shqyrton të gjitha dokumentacionet që kanë të bëjnë me informimin publik dhe edukimin e votuesve, një plan të veprimit, i cili parashë të gjitha veprimet e nevojshme në kuptim të informimit të qytetarëve, të kategorive të ndryshme të votuesve, në këtë rast të votuesve që regjistrohen që nga dita e sotme deri me 6 dhjetor, si votues që do të votojnë jashtë vendit, pra në përfaqësi, në qendra të votimit, të hapura në përfaqësi dhe hapësira tjera, si dhe përmes postës në adresat postare. Po, ndërkohë Albane kemi parë që problematike është bërë në brenda KQZ-s edhe çështja e votimit me postë, apo jo? Është ngritur si problem, por shë vendosja e ka kundërshtuar këtë mënyrë dhe këtë procesin organizimit me postë. Prap du të kthehem te gjeneza e kësaj. Ne pas zgjedhjeve parlamentare dolëm me një proces të lënduar përsa i përket votimit jashtë vendit, pra përmes postës, sepse ishte ai inxhinieringu i organizuar nga eksponent caktuar të LDK-s, sepse ishin edhe vetë ata që edhe publikisht u deklaruan se kishte ndodhur një lloj i inxhinieringut të votës diasporës përsa i përket votimit përmes postës, dhe ne këtë kemi pas lajmëruar edhe në prokurori dhe fatkeqësisht ende ne nuk dim se ku ka vajtur ky proces, ndonëse të gjitha dëshmitë relevante janë dërguar aty. Dhe duke parë që nuk ishim të gatshëm sepse platforma ishte duke u plotësuar kjo e regjistrimit. Dhe të njëjtën kohë nuk ishim gjetur një zgjidhje të konkrete deri atëherë për të adresuar, themi, zbrastirat që i kishim në sistem. Ne u dakorduam që të bëjmë një rregullore dhe ta ndrojmë formën e votimit për zgjedhje të rregullta për këto lokale. Dhe pjesë e atyre e kësaj rregullore ishte edhe procedura që flet votimet të dërgohen, të shtypen dhe të dërgohen me zarfe tek adresat e secilit votues. Kjo është e bërë për shkak të kohës së mjaftueshme që kishim në organizimin e zgjedhjeve, me dakordimin e të gjithëve që gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme ne duhet të punojmë, cilat do të qofshin ato që ndodhin, ne nuk mund t'i prejudikojmë kur ato ndodhin, të punojmë në hartimin pra në rregullimin e platformës dhe mënyrës se si këto flet votime do të dërgoheshin në mënyrë elektronike për të votuar pra nga atje. Dhe shkuan zgjedhjet lokale dhe nga zgjedhjet lokale morëm një mësim i cili ishte që gjatë balotazhit, po edhe gjatë rundit parë, kishte numër të madh njerëzve, pra të votuesve që nuk kishin pasur mundësi të binin me kohë flet votimet në adresat postare, sepse flet votimet dhe zarfet ju kishin arritur me vonesë. Në zgjedhjet në rundin e dytë ka pasur një përqindje të lartë, apo jo të jashtëzakonisht lartë, dhe ndihem jashtëzakonisht keq sa flas për këtë proces, sepse edhe gjatë kësaj jave kur po flasim ne pranojmë thirrje dhe informacione nga mërgata që vazhdojnë me ju arrit zarfet me flet votime të rundit dytë. Dhe imagjinoni jemi më shumë se 2 javë larg përfundimit të balotazhit dhe ende ju arrin këtu. Të e pa si më thonë, mos funksionimin e kësaj, natyrisht dhe të e pas parasysh faktin që kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, të parakoshme dhe afatet janë të shkurtra, sekretariati ka përgatitur opsionin i cili përfshin dërgimin e flet votimit me një kod të gjeneruar dhe të enkriptuar për secilin person që regjistrohet për votuar përmes postës me datën 12 dhjetor, në mënyrë që ata me 12 dhjetor, kur është edhe data kur fillon votimi përmes postës, të mund të fillojnë t'i dërgojnë ato flet votimi, t'i plotësojnë dhe t'i dërgojnë në KQZ. Fatkeqësisht ishte një grup tjetër i cili pra që dijen, kolegët e mi, që përfaqësojnë kryesisht për partitë opozitare, të mbështetur në këtë rast edhe nga përfaqësuesja e listës serbe, të cilët me ngulm dëshironin që ta fusnin në buxhet, sepse kjo dhe ka kosto, është dikun 3.700.000 euro planifikimi buxhetor për të realizuar dërgimin me postë, dërgimin e zarfeve fizike
në të secili votues, i cili përveç kostos e lartë, në bazë të projekcioneve që i kanë bërë vetë sekretariati, në bazë të informacioneve që i kanë marrë nga kompanitë që ofrojnë shërbimet e tilla, flet votimet ka mundësi të mos arrijnë deri edhe me 6 janar. Pra plot më shumë se një javë themi se sa koha kur përfundojnë zgjedhjet. Dhe në çfarë do analize ekonomike, po edhe analizë të efikasitetit të një procesi. Pra KQZ-ja do t'i harxoj 3 milion euro për një proces i cili nuk ka siguri që do të përfundojë janë futur në buxhet, që ne do t'ja kërkojmë ministrisë, në këtë kohë themi të çështjeve buxhetore që diskutohen, për t'i kërkuar për një proces i cili edhe në shkresën që na ka dërguar sekretariati para se ne ta marrim vendimin, ata kanë qenë të sakt, pra edhe të vendosur që ata nuk e marrin përgjegjësinë për dështimin e këtij procesi. Pra, sekretariati KQZ-s na ka sjellë një dokument ku ka thonë që kjo formë e dërgimit të zarfeve fizike në adresat e votuesve është një proces i cili dështon, gjasat janë të mëdha që dështoj, dhe bazuar në këtë duhet të shkurtohen edhe afate tjera që tashmë ne veç se i kemi votuar, miratuar si KQZ dhe qytetarët i dinë. Janë duke rrjedhur tashmë. Po duke rrjedhur dhe është e pamundshme të realizohet dhe ju njoftojmë se ne nuk e marrim si sekretariat përgjegjësinë e dështimit të këtij procesi. Dhe ata antarë që votuan një shumë mas të madhe me një proces që qëndrej dështimit, unë ne që kanë edhe përgjegjësi jo veç morale, administrative, po dhe penale, sepse në të shty drejt dështimit të një procesi, pra pamundësimit të votimit përmes postës nga Mërgata dhe gjithashtu drejt edhe abuzimit me buxhetin, i cili është edhe përgjegjësi, sepse në bazë të praktikave që kemi pas më herë dhe standardeve që sekretariati na i ka bartë nevis informacione, ata kanë konsideru që ne jemi të obliguar t'i paguajmë kompanisë edhe në rast se flet votimi na mrrin me 6 janar votuesve, ne jemi të obliguar t'a paguajmë shërbimin e atij zarfi, që është dikun rreth 40 euro për zarf. Po, ndërkohë dihet kompanitë kush do të jenë tani dhe a janë kontraktuar apo si është procesi? Në bazë të analizës dhe komunikimeve me kontraktor që i kemi pas aktual, që ka qenë DHL dhe Posta Kosovës, asnjëra nuk ka dhënë afat më pak se 10 ditë për të mund të filluar këtë proces. Dhe në bazë të afateve që kemi marrë nga sekretariati, 17 dhjetori është data kur maksimalisht, dhe më thonë, me gjithë përpjekjet që mund t'i bëjnë, mund të sjellin fletvotime të shtypura nga kompania në KQZ për të filluar pastaj procesi i paketimit të zarfeve dhe më pas i dërgimit. Pra është një kohë e cila e pamundson realisht edhe arritjen me kohë. Edhe sipas për llogaritjeve dikon 80% e mërgjimtarëve me këtë mënyrë që po propozohet të po shtyhet përpara, mund të mos i sjellin, mund të mos ju arrin fare dërgesat postare në kutit postare. 50% e Mërgatës që mund të regjistrohet për të votuar përmes postës, rrezikohet që mos t'i marrë fare dërgesat postare, pra zarfet. Dhe nga e kaluara, cila është përvoja, kanë votuar më shumë në përfaqësi diplomatike apo përmes postës, sepse nuk më kujtohet, nëse më kujtohet? Ka pasur shumë më shumë që kanë votuar përmes postës për një fakt të thjeshtë, sepse KQZ-ja kishte marrë aso kohë një vendim për ta kufizuar numrin e votimit përmes postës. Në qendra të hapura në përfaqësi diplomatike aso kohë. Dhe ai numër ishte 20.000. Nga 20.000 kishim mbi 75% që kishin votuar. Ishte realisht dalja më e lartë në historinë e Republikës Kosovës që kishim në këtë rast tek përfaqësi diplomatike të hapura si qendra të votimit, pra ishte një interesim i jashtëzakonshëm i njerëzve kundrejt një kufizimit numrit, sepse kur e ke një përfaqësi diplomatike që i ka të themi një hapësirë që mund ta organizosh vetëm një vend votim apo 2 vend votime, ne dim që maksimumi mund të jetë 2000 veta me 2 vend votime. Kurse maksimumi kur është vetëm një vend votim është vetëm 1000 persona maksimalisht. Mbi 950 asnjëherë në asnjë rast nuk preferohet. Andaj ky kufizim e kufizon edhe mundësinë e njerëzve mu regjistru. Po fatmirësisht kësaj radhe ne ja arritëm
që ta qojmë para këtë proces dhe t'i kemi edhe 10 qendra të votimit, përveç atyre që janë 8 prej tyre, dikun 6 prej tyre janë 5 nëse s'gaboj, janë në Gjermani, 2 janë, njëra është në Britani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe 3, me sa kujtoj, janë në Zvicër. Ku është edhe numri më i madh, Gjermania dhe Zvicra, numri më i madh i votuesve nga Mërgata që dërgojnë dërgesat e tyre postore apo dhe vinë fizikisht për votuar. Ndërkohë, Alban, kush është dashur t'jap përgjegjësi për këtë dështimin e parë lidhur me votimin dhe dërgimin e flet votimeve përmes postës tani, sepse duket që a ka llogaridhënie për këtë proces ajo dhe a duhet kërkohet llogaridhënie në rast se përsëri dështon ky proces tani? Natyrisht, sepse e prek edhe rezultatin, apo jo? Absolutisht, kjo është mohimi drejtës së qytetarëve, pra është e dhimbshme të shohësh mira zorve të cilat nuk hapën fare dhe nuk arrin fare në Kosovë, sepse ne i kemi dërguar me vonesë. A është edhe para shpenzuar, se ato kanë pasur kosto, po mbi të gjitha përveç kostos, është një drejtë e mohuar. Dhe ne si institucion jemi të obliguar të reflektojmë në mënyrë që të mos i përsërisim gabimet. Qofshin ato të natyrës jashtme, sepse tash gjithashtu një element shtesë që se përmenda që është në disfavor të votimit përmes postës, është edhe festat e fundvitit, ku postat në disa vende i kufizojnë stafin dhe mund të ketë edhe probleme shtesë kësaj natyre. Andaj opsioni që sekretariati ka propozu dhe që duhet shtyrë para është që me 12 dhjetor të filloj votimi përmes postës, duke o dërguar flet votimet në e-mail, pra flet votime me kodet e enkriptuara, dhe të e pas parasysh, duke pas parasysh gjithashtu që platforma jonë tashmë është avancuar dukshëm dhe nuk e lejon një aspekt të manipulimit që është bërë herën e kaluar, pra është rregulluar dukshëm, gjithashtu në edhe elementet shtesë të veprimeve të konfirmimit dhe video call që i quajmë ne, që kemi të drejtë i bëjmë me secilin aplikues online, në mënyrë që ta vërtetojmë që është i njëjti dhe që aplikimi nuk është dikush prej dikush. Ndërkohë, Albana, mund të ketë vonesa edhe në bartjen e tyre pasaj në Kosovë, sidomos kur e kemi parasysh që do të kemi festat funditit. Absolutisht, ne kemi pasur problemin e vonesave të bartjes edhe gjatë rundit parë. Mirë, por kjo nuk e ka rrezikuar të drejtën e qytetarëve për të votuar, se kjo është më rëndësishme. Pastaj vonesat mund të dërgojnë pak a shumë në vonesën e shpalljes së rezultateve, po duke pas parasysh që tash kemi zgjedhje parlamentare dhe që deri në 10 kandidat mund të votohen dhe pastaj kjo deri në 10 e rrit, si them, kohën e numërimit, të domosdoshme të numërimit, natyrisht që do të zgjatë sa, po nuk do të jetë kurse si e gjatë sa ka qenë gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare për Kuvend të Republikës Kosovës, sepse tashmë i kemi ndërmarrë veprimet e nevojshme në mënyrë për të siguruar që sistemi i numërimit edhe i prezantimit të rezultateve preliminare të jetë efikas, po edhe i siguruar. Kjo fal edhe në mbështetjes që kemi marrë nga qeveria britanike përmes ambasadës. Ndërkohë, Alban, sa i përket çështjes së buxhetit të KQZ-s, është miratuar një buxhet më i rritur me shumë më të lartë se sa ai që ishte paraprak. Ndërkohë, LDK-n e kemi parë sot se ju ka akuzuar lëvizjen vendosje për ndikime politike në procesin e votimit të Mërgatës. Si shihni këto akuza, sepse duket që LDK-ja po thotë që ka përpjekje edhe ndikime politike për të mos kaluar buxheti sa i përket çështjes së Mërgatës dhe organizimit atje. Apo ndodh kjo, a ka presione? Nuk e kuptoj, sepse buxheti tashmë ka kaluar. Po ai duhet të kalojë në qeveri, apo jo? A ka rrezik që qeveria mos ta miratoj këtë pjesën? Unë mendoj që nëse qeveria do ta lexonte raportin që na ka sjellë sekretariati, natyrisht që do ta kishte të vështirë ta donte atë pjesë të mjeteve. Mirë, po në mendoj që qeveria do t'ja lën këtë përgjegjësi administrative dhe penale, do t'ja lën KQZ-s. Dhe KQZ-ja pastaj, dhe ata që shtyjnë përpara këtë formë të votimit, pra duke dërguar në një kohë ku nuk premton koha dhe nuk mund të ofrohen shërbimet, edhe të shtyjnë shpenzim kaq enorm të mjeteve, mendoj që është përgjegjësi e madhe. Andaj sekretariati ka thënë që nuk e merr as përgjegjësinë financiare të realizimit kësaj. Po, a ka rrezik tani që pikërisht kjo ankesë e sekretariatit të mos marrë miratimin e qeverisë për buxhetin për Mërgatën? Mendoj që qeveria kur e merr tash buxhetin dhe koston që ne kemi vënë, ajo vepron në bazë të kërkesave tona. Natyrisht që
do t'i bën ato shikimet e veta dhe analizat e veta dhe natyrisht që zgjedhjet janë duke mbajtur këtë vit dhe ne duhet sigurohemi që buxhetin ta orientojmë më shumë të shpenzuar në këtë vit. Mirë që mos lojmë shpenzime për vitin tjetër, sa më pak shpenzime për vitin tjetër, sepse zgjedhjet janë këtë vit. Dhe gjithashtu janë edhe këto problemet buxhetore që lidhen edhe me vitin e ardhshëm për shkak të mosmarrjes së vendimeve nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ndërkohë, Alban, kur flasim për organizimin e zgjedhjeve në Kosovë, sot e keni miratuar edhe sloganin, por a dihet cila do të jetë pamja e flet votimeve, a do të jetë kompania e netit, cila do të shtyp dhe a janë marrë parasysh ato problemet me flet votime që i pamë edhe herën e kaluar e që i diskutuam paraprakisht edhe këto? Po, natyrisht që të gjitha vrejtjet që janë gjetë, që janë marrë gjatë edhe komunikimit me kompanin, janë marrë parasysh, janë evidentuar, janë ndërmarrë dhe masat e caktuar administrative që në parapara me leq ndaj kompanisë në këtë drejtim. Kompania ka marrë përgjegjësinë e plotë në lidhje me këtë, edhe ne do t'i nënshtrohemi një procesi të ri tash të përzgjedhjes së kompanisë. Dhe qoftë ajo, po cila do të qoftë kompani që i plotëson kriteret e domosdoshme të sigurisë dhe të tjera dhe të kualitetit, sa i përket shtypjes, po dhe kohën e shtypjes gjithashtu, do të përzgjidhet ajo kompani. Natyrisht ne jemi tash të shtyrë të veprojmë si institucion me afate të përshpejtuara. Për ndryshe, procesi zgjedhor nuk mund të organizohet. Mirë, po kjo nuk duhet në nënkuptoj kurse në asnjë moment, në asnjë rast, që mund të ketë manipulime, keq përdorime. Do të lejojmë çfarë do devijimi nga standardet e shtypjes të flet votimeve me gjitha ato themi masat e sigurisë të cilat në vazhdimsi kanë qenë. Po dua të sqaroj gjithashtu që gabimet teknike, ashtu siç e pata përmend kur ishim herën e kaluar, as pak në asnjë moment nuk kanë ndikuar në integritetin e procesit zgjedhor. Ka qenë debati dhe shpifje që janë shpërndarë gjithandej dhe te konspiracionet e ndryshme që kanë tentu me cenu integritetin e zgjedhjeve. Procesin, aspektin administrativ teknik të organizimit në gjitha ato vendvotime ka qenë në përpikmëri me standardet, me legjislacionin që e kemi në fuqi, që janë edhe pjesë e plotësimit të asoj sferës e integritetit. Ndërkohë sa i përket listës së votuesve, a do të mund të adresohen gjitha ato çështje që ishin edhe herën e kaluar, sidomos me gjetjen e qendrës së votimit, dhe a mund të shmangen problemet me diasporën kur dikush regjistrohet atje, pastaj ka rrezik vjet, votojë përsëri në Kosovë, apo janë mund të shmangen? Me automatizëm janë të shmangura, po nisi prej kësaj të fundit, janë të shmangura sepse kur një person regjistrohet për të votuar jashtë vendit, ai me automatizëm hiqet nga lista votuesve brenda Kosovës. Andaj unë inkurajoj, i bëj thirrje gjithë qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, që në rast se kanë vendosur që të vinë në Kosovë për festat e fundvitit dhe për të votuar, ata të mos regjistrohen fare në këtë platformën që është për votim jashtë vendit, sepse me automatizëm e humb drejtën e votimit në Kosovë. Pra do të regjistrohet atje. Për sa i përket listës e votuesve brenda Kosovës, që patëm edhe problemin që u shfaq në përmasa shqetësuese edhe gjatë procesit të rundit por dhe që njëtën kohë vazhdoj edhe në rundin e dytë, sepse ne nuk ndrojmë listën e votuesve. Ne kemi ndërmarrë veprimet e nevojshme, i kemi adresu tek sekretariati. Sekretariati ka ndërmarrë gjithashtu veprimet e nevojshme, do të ngritë një qendër të thirrjeve dhe do të sigurohet që ta bëjë informimin e gjithë qytetarëve, andaj ftoj qytetarët e Republikës Kosovës votues që janë në listën e votuesve që së pari ta kontrollojnë qendrën e tyre të votimit në platformën që besoj që tashmë veç është bërë publike, për ta gjetur qendrën e votimit dhe për ta ndruar nëse ka nevojë qendrën e votimit. Pra hyjnë e shohin edhe adresën dhe nëse ndonjëkush prej tyre, do kush prej tyre e vren që ju është vendos edhe komuna, pra është i zhvendosur në një komunë tjetër, le ta ketë kohën, ka kohën në dispozicion që ose tek gjendja civile në komunën ku tashmë është vendosur, apo në e-Kosova, përmes platformës që kemi bërë atë platformë publike, të aplikoj për të ndruar adresën, në mënyrë që në fund të procesit, para procesit të votimit,
ta ketë vendodhin e tij të votimit në vendin ku ai jeton. Dhe Alban krejt në fund duke që festat e fundvitit do të na zënë duke numëruar vota. Që shpresni me shku procesi dhe aprit një sfida me komisioner, vëzhgues, stafin që i nevojitet KQZ-s për ta organizuar procesin e numërimit. E vërtet, mund të janë festat e fund vitit, natyrisht, po kur proceset zgjedhore, jo vetëm ne, po kudo në botë, kur kanë afate që ti nuk mundesh me ik, ato organizohen. Për mua është e rëndësishme që ky proces zgjedhor realisht e mundson një pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve, sepse për një arsye tjetër gjithë njerëzit nga do që janë, kudo që janë të fokusuar, janë të pushimit, janë të shtëpia, pra edhe kanë kohën më të madhe në dispozicion për të numëruar. Kjo do të thotë gjithashtu që ne, si KQZ, do të jemi duke bërë të kundërtën, do të jemi në qendrat e tona të votimit, do të jemi në qendrat e numërimit, duke numëruar dhe duke siguruar që procesi të shkojë ashtu siç duhet. Dhe për këtë, natyrisht, komisionerët do t'i përzgjedhin partitë politike, ne do t'i verifikojmë ato komisionerë nëse binë përputhje me legjislacionin dhe rregullat tona zgjedhore që të mund të punojnë si komisioner. Ne presim që ata ta kryejnë detyrën me nder dhe profesionalizëm, pas trajnimeve që do t'i marrin dhe pas kontratave që i nënshkruajnë dhe betimin që e marrin që do t'janë pa anshëm në zbatimin e detyrave tyre. Kur më parë nuk kemi pasur ndonjë problem kësaj natyre, mund të them që për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në Kosovë është hera e parë që në Mitrovic ndodhi rasti kur u larguan komisionerët e disa partive politike prej numërimit. Dhe uroj që përsëritje të tilla të mos kemi për kalkulime politike, por që komisionerët ti kryejnë detyrat për të cilat ata dhe paguhen edhe nënshkruajnë një farë mënyrë nënshkruajnë edhe betimin, sepse është një kod i mirësjelljes që ata i obligon që t'i kryejnë detyrat, pa çka që ata përfaqësojnë ose janë të përzgjedhur nga partitë politike, në momentin kur ata nënshkruajnë kontratën dhe kodin e mirësjelljes, ata shndrohen në staf zgjedhor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po, dhe krejt në fund kisha edhe një pyetje për mbikëqyrjen ndërkombëtare. Është problematike, është diskutuar kohët fundit që mund të ketë mungesë të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Është problematike kjo për KQZ-n apo është e rregulluar? Da nevojitet mbikëqyrja e vëzhguesve ndërkombëtar për treguar pak ndoshta edhe për procesin, integritetin e procesit. Po unë mendoj që ne kemi bërë një arritje shumë të madhe për sa i përket përmirësimit të procesit zgjedhor, jo vetëm në aspektet teknike administrative, po në atë si qysh frymon edhe demokracia në vend. Natyrisht që s'duhet ndalemi dhe ta rrisim këtë standard sa më lart, dhe kjo mund të jetë një edhe prej shkaqeve që edhe faktori ndërkombëtar apo vëzhguesi ndërkombëtar gradualisht të mos ta shohin si themi si të nevojshme dhe të vinë. Dhe kjo nuk është vetëm këto zgjedhjet e 28 dhjetorit, ndonëse në Vrejta dikon një informacion e mora që në BE vetëm ishin duke diskutuar nëse do të sjellin dikë dhe kënd do ta sjellin këtu si vëzhgues. Herën e fundit ne patëm 2 delegacione, një delegacion që ishte një numër shumë të vogël prej 2 personave nëse s'gaboj, prej institucioneve të BE-s dhe një tjetër prej Këshillit të Evropës nëse s'gaboj ishte. Gjithashtu ne kishim edhe në programin ton të vëzhguesve, por që kishim ftuar organizatat vëzhguese ndërkombëtare të vendeve të ndryshme që janë si më thonë, si motra tonat, qendrat, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të vendeve të ndryshme, që erdhen dhe ishin pjesë e monitorimit pra vëzhgimit të zgjedhjeve. Natyrisht tash fundi vitit mund të ketë potencialisht ndonjë rënje ne këtë programin nuk do të mund për arsye kohore të realizojmë kësaj radhe. Mirë po vëzhgues ndërkombëtar janë të mirë se ardhur, po për ne është me rëndësi që standardet që i kemi para parë dhe jemi duke ngritur gradualisht, t'i mbajmë që mos bim më poshtë, po vetëm t'i ngrisim dhe përmirësojmë. Po, atëherë Alban, falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit shumë.